Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Fërkoni gjurin tuaj me lëkurën e limonit dhe do ndiheni sikur të ishit 10 vite më të rinj. Dhimbjet dhe inflamacioni i kyçeve mund të kurohen më së miri me lëkura limoni. Pse me lëkura dhe jo me tulin ose lëngun e frutit? Ashtu siç ndodh me shumë fruta të tjera, pothuajse gjysma e vlerave ushqyese të limonëve gjenden në lëkurat e tyre. Por tek lëkurat të cilat ju i hidhni poshtë. Por nëse ju po përjetoni dhimbje dhe ëndje kyçesh, siguroni që t'i ruani lëkurat e limonit. Si mund t'i përdorni ato për të qetësuar dhimbjet dhe inflamacionin e kyçeve? Ka 2 mënyra. Merrni një kavanoz dhe vendoseni 2 limon të mëdhenj në të. Shtoni vaj ulliri ekstra të pastër derisa të mbulohen limonët. Mbylleni kavanozin dhe lëreni të qëndrojë deri në 2 javë në një vend të freskët dhe njëkohësisht të thatë në kuzhinë. Pas 2 javësh, kjo përzierje me limon për dhimbje dhe inflamacionin e kyçeve do të jetë gati. Lyeni një garzë me të dhe vendoseni në zonën ku ju keni dhimbje. Lidheni më pas me një shami, fasho ose leukoplast. Ky medikament natyral për ëndjen dhe dhimbjet e kyçeve duhet aplikuar para se të bini në gjumë. Në një tenxhere të madhe ju duhet që të shtoni 1 litër ujë të distiluar dhe lëkurat e 2 limonëve. Shtoni më pas lëngun e këtyre 2 limonave. Vendoseni që të ziejnë. Sa po të marrë val kjo përbërje, ju duhet që ta lini të ftohet në temperaturë të dhomës. Ruajini në frigorifer. Sa herë që të ndjeni bezdi dhe dhimbje të kyçeve, ngroheni në mikrovalë një filxhan prej këtij çaji. Mundet që të ëmbëlsoni me një lugë çaj mjalt organik. Gjithashtu këtu do t'ju njohim recetat e gjyshes, e cila do t'ju vijë në ndihmë për të larguar dhimbjen e gjurit. Gjyshet tona nuk kanë pasur shumë mjekime në kohën e tyre, por në fakt ato dinin se si t'i shëronin këto dhimbje. Dhimbjet e kockave dhe më konkretisht të gjunjëve zakonisht shkaktohen nga ndonjë lëndim, artrit apo dobësim i strukturës së kockave. Duke përdorur ndonjë ilaç të cilin ju mundet që ta përgatisni në shtëpi, ju mund të shpëtoni nga dhimbja, por gjithsesi duhet të vizitoni një mjek në qoftë se kjo dhimbje nuk ju kalon. Përbërësit që do t'ju duhen janë kripe zezë dhe një robe trash. Udhëzimet. Ngroheni kripën e zezë në sobë, mbështilleni me një robë të trash prej pambuku. Vendoseni më pas në gjuhë dhe kur të ftohet, merreni dhe hiqeni. Pastaj fërkojeni gjurin me limon. Përsëriteni këtë 4 ditë me radhë, po me këtë kripë vetëm një herë në ditë. Dhimbjet e gjurit gjatë natës jashtë t'i trajtoni në kushte shtëpie. Dhimbjet e gjurit të cilat shfaqen kryesisht natën mund të prekin njerëzit të cilët vuajnë nga artriti. Në raste të tjera ajo shfaqet edhe si pasojë e problemeve me nervat e këmbës. Dhimbja mund të bëhet kronike dhe madje të ndikojë edhe në cilësinë tuaj të gjumit. Çfarë shkakton dhimbjen e gjurit gjatë natës? Osteoartriti dhe reumatizma. Këto sëmundje autoimunitare munden që të shkaktojnë dhimbje të forta të gjurit gjatë natës. Shumë prej pacientëve të cilët vuajnë nga këto dhimbje të forta të gjurit raportojnë se ato ndodhin veçanërisht gjatë natës kur trupi është duke pushuar. Simptomat të tjera përfshijnë inflamacionin, mungesë fleksibiliteti dhe gjithashtu vështirësi në lëvizje. Inflamacioni i tendinave. Inflamacioni i tendinave prek zakonisht njerëzit të cilët janë mbi peshë ose ata të cilët merren me sport intensiv. Këta njerëz kanë dhimbje të herpashershme të gjurit gjatë natës, kur trupi është në pushim.
kurat natyrale kundër dhimbjes së gjurit. Aktiviteti fizik. Sipas të dhënave, dhimbja e gjurit si pasojë e artritit mundet që të kurohet duke rënë në peshë ose duke bërë sadopak aktivitet fizik. Aktiviteti fizik i bën muskujt përreth gjurit më të fortë. Kompresat e ngrohta. Kompresat e ngrohta mbi gjuhë ndihmojnë në largimin e dhimbjes në një mënyrë krejtësisht natyrale. Kompresa duhet mbajtur mbi gjuhë për të paktën 15 minuta. Shafran i Indis. Shafrani i Indis dihet që është më efikas se medikamentet si ibuprofeni. Ai mundet që të konsumohet çdo ditë për të zbutur simptomat e artritit dhe gjithashtu dhimbje të gjurit. Atë mund ta pini çdo ditë si çaj, duke e shoqëruar me xhenxhefil. Xhenxhefili. Konsumi i rregullt ditor i xhenxhefilit ofron një zbutje të ndjeshme të dhimbjes së gjurit gjatë ecjes dhe pushimit të trupit. Zgjini 1 centimetër xhenxhefil në një gotë me ujë. Si të parandaloni dhimbjen e gjurit gjatë natës? Mjekët dhe ekspertët rekomandojnë këto hapa për të parandaluar dhimbjen e gjurit gjatë natës. Sigurohuni që të flini në një shtrat të rehatshëm, i cili gjithashtu ju mundëson që të keni pozicione të qeta gjatë gjumit. Ne gjithashtu ju këshillojmë që të bëni një dush të ngrohtë përpara gjumit. Mos pini alkool ose kafe përpara gjumit. Mbajini këmbët pakës të ngritura duke vendosur poshtë tyre një jastëk. Mos kryeni aktivitet fizik të paktën 3 orë përpara gjumit. Kur është koha për të konsultuar me një mjek? Ne ju rekomandojmë që të konsultoheni me një mjek në rastet kur vëreni ëndje dhe skuqje të gjurit, dhimbje e cila vazhdon gjatë gjithë natës dhe ditës, si edhe nuk mund të peshoheni në njërin anë dhe nuk arrini dot që të flini si pasojë e dhimbjes. Disa nga shkaqet e shfaqjes së dhimbjeve të gjurit janë artriti, osteoartriti, artriti reumatoid, septik, bursiti, cistet e gjurit, frakturat e të tjerë. Për të kuruar dhimbjet, ju mund të mbështeteni tek mjekësia alternative e cila rezulton se mund të jetë efikase. Për shembull, përdorimi i vajit të kokosit dhe i piperit të kuq djegës mund t'ju ndihmojë më shumë nga sa ju mund ta imagjinoni. Piperi i kuq shkakton një ndjesi të ngrohtë rreth zonës së gjurit duke reduktuar dhimbjen dhe ëndjen. Ju duhet 2 lugë piperi i kuq dhe gjithashtu 1 lugë vaj ulliri. Përzieni përbërësit për të përgatitur një pastë homogjene dhe aplikojeni atë në zonën e prekur. Përsëriteni këtë gjë 2 herë në ditë për 1 javë. Vaji i kokosit ka gjithashtu veti shumë të fuqishme, të cilat mund të ndihmojnë në trajtimin e dhimbjes së gjurit. Mjafton të ngrohni për 3 minuta vajin e kokosit dhe pastaj ta vendosni atë në gjuhë duke e masazhuar lehtë me duar. E lini që të veprojë për të paktën disa orë dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni këtë 2 herë në ditë. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.